Kanë hyrë me pasion, apo kanë hyrë thjesht me marrë rrogë? Patjetër dhe pasionin. Se e di që nga herë ai pozicioni i Zerfiksit shihet ama ta pusin dhe se e kam kështu marrë rrogë. Nuk besoj që ka, sepse po dhe që se kanë hyrë për i rrogë, nëse është kështu, duhet të përkushtohet mirë. Sepse duhet të themi gjë, edhe emërtimi që ka pozicioni kryesor i punës aty, luftues shpëtues, aty je në luftë. Dhe nëse ti nuk e ke në krah atë, pa është duke bërë i punë tjetër në shtëpi. Në radhë parë është dobësia ime në organizimin edhe në menaxhimin e strukturës, por pastaj shkon deri në fund, deri te ai komandanti që i ka lënë. Kush i rekruton? Se për shembull ai rekruton bashkia. To rekruton me grup pune, burime njerëzore, drejtoria juridike. Me komision? Me komision. Me komision. Po mirë, nëse ndonjë për shembull ka ardhur me influencën e kryetarit të bashkisë, ti si bën dot zati? Absolutisht. Jo, nuk vjen, sepse komisioni është i përbërë një që është kryetar shefi i Zerfiksës, një antar është i drejtorisë përgjithshme, edhe një është i burimeve njerëzore që banë dosin, kryen dosin.